Të nderuar shikues të Televizionit Publik të Kosovës, përshëndetje, mirë se erdhët edhe sot në RTK në këtë pjesë të programit zgjedhor, teksa një prej komunave që do të përballet në balotazh, pra dy kandidatët që kanë marrë më së shumti vota për të shkuar në raundin e dytë të zgjedhjeve, pa mjaftueshëm për ta përfunduar garën në raundin e parë, janë edhe dy kandidatët e komunës Kaçanikut. Sabedin Vishi, si dhe Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosja do të përballen këtë të diele për të parin e Kaçanikut. Teksa nga PDK, Sabedin Vishi mori 39.61% të votave, Jeton Raka nga Lëvizja Vetëvendosja që për kryetar të Kaçanikut kandidon për herën e dytë, mori 37.94% të votave. Zoti Raka është sot me ne, ndërsa Vishi para pak qastësh më falni, ka thënë se është i semur dhe për këtë arsye nuk mund të marrë pjesë sot në këtë debat zgjedhor të RTK-s. Zoti Raka, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Për të folur për Kaçanikun, sigurisht që ka shumë çka për të thënë, sepse atje ka ende mungesë të ujit të pijes, ka sfidë për menaxhimin e mbeturinave, mungesa e kanalizimeve, ndotja e lumenjve po ashtu, e ajrit, mungesa e mureve mbrojtëseve në rrugët malore dhe shumë çka tjetër mungon, ndërsa ne po e nisim fillimisht me atë se çfarë ka ndodhur ditëve të fundit, çfarë po bëni zoti Raka për t'i bindur qytetarët në Kaçanik se ju jeni alternativa e duhur për ta. Atëherë fillimisht shfrytëzoj rastin t'i përshëndes gjithë qytetarët e komunës Kaçanikut për besimin e dhënë. 6.540 vota janë vullnet i lirë i qytetarëve të komunës Kaçanikut, votë pa presion, pa shantazh, votë e pa kushzuar, por votë e vullnetit të lirë për ndryshim. Është mirë me e thonë që 61% kanë votu për ndryshim në Kaçanik. Pra, kjo është vullneti i qytetarëve për ndryshim, dhe duke marrë parasysh edhe rezultatet e zgjedhjeve të kaluara lokale, ky është rezultati më i mirë i arritur ndonjëherë në komunën e Kaçanikut në zgjedhje lokale. Pra diferenca është vetëm 287 vota, ndërsa në anën tjetër kemi edhe subjekte tjera që janë jashtë garës që kanë garuar për ndryshim dhe që shihet një vullnet dhe disponim shumë i mirë për ndryshim në Kaçanik pas 2 dekadash. Qartë, dhe nëse flasim për rezultatin, e përmendet faktin që ju qëndroni vetëm 287 vota pas Sabedin Vishit të Partisë Demokratike, parti kjo që e ka aktualisht pushtetin në Kaçanik, secili që hyn në garë, hyn për të fituar. Ju nuk u bët kryetar në mandatin në raundin e parë të zgjedhjeve. Megjithatë, ky rezultat, çfarë do të thotë për ju? Rezultati nuk është rezultati për të cilin kemi punu, edhe për të cilin mendojmë që kemi punu më shumë, mirë po është rezultat i kënaqshëm për vetë faktin se ne ju e dini që ne kemi qenë 7 kandidat dhe kështu është bërë shpërndarja e votës. Për ndryshe vullneti për ndryshim shihet ka herë në Kaçanik, mirë po këto strategjit e partisë në pushtet për të nxjerrë shumë kandidat në njërën anë edhe gjërat që ndodhin 2 ditët e fundit në zgjedhje, si presioni, asfaltimi i oborreve të shtëpisë, kanalizime, drejtshim, domethënë krejt këto gjëra ndodhin vetëm 2 ditët, ose me thonë gjatë fushatës, po 2 ditët e fundit është një presion i jashtëzakonshëm. Kemi pas 856 vota me asistencë ku kanë asistu edhe për gra të reja, për vajza të reja, për djemë të ri, persona të moshës të shtamat shtyjer kanë votu për të ri. Dhe nëse i merë edhe i shikon raportet, të gjithëve ju shënon ose ju shkruan që probleme me sy. E kjo është shqetësuese, votimi me asistencë nuk duhet ndodhë, qytetarët duhet të jenë të lirë, të zgjedhin liderin e tyre, të zgjedhin udhëheqin e tyre. Zoti Raka, besoj autoritetet përkatëse do t'i kemë parasysh, i trajtojnë si situatë? Pa tjetër, tash së fundi kemi një vendim të
KQZ-s që nuk do të lejohet votimi me asistencë pa një dokument të mjeku specialist. Kaçaniku njihet si një prej komunave që shënon gjithmonë numrin më të madh të daljes së qytetarëve në zgjedhje. Për shembull, nëse i bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur në vitin 2021, vetëm komuna e Podujeves ka pas daljen më të madhe në zgjedhjet lokale se Kaçaniku. A pritni që ky fluks i qytetarëve që kanë dalë në zgjedhje prej numrit përgjithshëm sa janë 34.642 qytetarë që kanë të drejtë votën në Kaçanik me dalë dhe të dielën me votu? Presim prapë numër të madh, besoj që do të cilët afër 50%. Zakonisht në balotazh numri bie i votuesve, mirë po kësaj radhe shihet një vullnet i madh, një disponim i madh për ndryshim në Kaçanik dhe besoj që do dalin shumë qytetarë ashtu si në rundin e parë. Sigurisht, gjatë raundit të parë të zgjedhjeve, keni pasur kohë shumë ditë për të prezantuar programin e juaj qeverisës, megjithatë nëse flasim për kohën e balotazhit, fushatën që po bëhet këto 6 ditë, kur jemi vetëm 2 ditë praktikisht para mbajtjes së zgjedhjeve në raundin e dytë për balotazh me 9 nëntor. Cilat janë takimet që po i bëni me qytetarë, si po provoni me i bindë ata që ju duheni me udhëheq në 4 vitet e ardhshme me Kaçanikun? Ne kemi prezentuar ofertën tonë qeverisë për 4 vitet e ardhshme, kemi prezentuar programin tonë qeverisë dhe mendoj që është oferta më e mirë që ju ka ofruar qytetarit të Kaçanikut gjatë këtyre 25 viteve. Unë kam thonë disa herë në debate televizive që komuna e Kaçanikut do të ketë një hov të madh të zhvillimit infrastrukturor, ku do të investohen mbi 40 milion euro, ashtu si që janë investuar në disa komuna të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje, ku kryetarët e atyre komunave kanë qenë shumë aktiv dhe kanë sjellë 4 milion euro për pjesën infrastrukturore. 40 milion, falni. Sepse i gjithë buxheti i Kaçanikut është 13 milion. Ziraka. I gjithë buxheti i Kaçanikut është 13 milion e 399.000 euro për vitin 2026, 3 milion e 200.000 janë për investime kapitale, mirë po për vetë faktin që komuna e Kaçanikut, pushteti aktual, pushteti në ikje, nuk ka shfaq gatishmëri dhe vullnet për bashkëpunim me nivelin qendror, por janë mundu që të luajnë rolin e opozitës ndaj qeverisë Kurti dhe kryeministrit Kurti. Unë mendoj që një bashkëpunim i mirëfillt me nivelin qendror kanë mund me u bë shumë investime. Unë vetëm në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës i kam të buxhetuara për disa projekte 13 milion euro, si që është ndërtimi i shtratit lumit në Rodime në vlerë 4 milion euro, është rruga nga Kaçaniku përgjatë lumit në Rodime, që ka lënë në fshatin Rënjev, Stagov, Kaçaniku i vjetër dhe lidhjet me autostradën në Gërlic, në vlerë 4,7 milion euro, është kolektori ujrave të zeza në vlerë 2 milion e gjys, është rruga Kaçaniku i vjetër Begras 1 milion euro dhe rruga Rambuj Shtraz në vlerë 800.000 euro. Kemi edhe projekte të tjera të cilat i kemi filluar në komunën e Kaçanikut, siç është rruga Kaçanik Kërbleq në vlerë 2 milion e 140.000 euro që po zhvillohen punimet aktualisht. Është rruga Dogana i Globoqic në vlerë 5 milion euro, ndërsa e kemi filluar dhe e kemi përfunduar rreth rrotullimin tek fusha e pajtimit dhe sanimin e rrëshqitjeve për gjatë rrugës Dogana i Globoqic në vlerë 1 milion e 200.000 euro. Është qerdhja në fshatin Rek në vlerë 1 milion euro që pritet të përfundojë shumë shpejt. Në proces të nënshkrimit të kontratës është shkolla fillore Emin Duraku në vlerë 5 milion euro. E kemi pas bashkëfinancim me komunën e Kaçanikut rrugën Idris Seferi, e kështu me radhë. Ka shumë projekte. Para se të flasim më në detaje për këto projekte kapitale, e ndalim pak edhe te vota që ka ardhur prej diasporës. Ju i keni marrë më shumë se 50% këtyre votave që kanë ardhur nga diaspora. Ne kemi mbështetje të madhe nga në Mërgata,
Po ashtu kemi punu në këtë drejtim me mërgjimtarët, kemi zhvillu takime kur kanë qenë këtu, po ashtu kemi pas kontakte edhe përmes telefonit e rrjeteve sociale, shihet një vullnet i madh për ndryshim në Kaçanik, sepse është bërë shumë gjatë dhe është e shëndetshme për demokracinë ndrimi i pushtetit aty. Kanë qenë të regjistruar 1189 persona për të votuar jashtë vendit. Nëse nuk gaboj, vetëm 716 kanë votuar. Disa kanë bërë gabime me dëftesat, nuk i kanë fut në zarfe, disave nuk ju kanë shku zarfet, edhe tash kemi ankesa që disave nuk po ju shkojnë zarfet për votim. Mirë po këto probleme duhet të zgjidhen nga KQZ-ja. Sigurisht, ndërkohë, ju zyrtarisht qoftë kundër kandidati juaj, zoti Vishi, nuk keni njoftuar të paktën në mënyrë zyrtare që keni mbri koalicion me ndonjë prej partive që ka qenë në garë në raundin e parë të zgjedhjeve, qoftë me LDK-n, qoftë me Aleancën, qoftë me vizionin për zhvillimin e Kaçanikut që i ka marrë 3 asambles në bazë rezultateve për asamble komunale. A keni marrë mbështetjen e ndonjë partie tjetër për garën e së dielës? Shihet një vullnet i madh i elektoratit të subjekteve politike të cilat kanë mbetur jashtë garës. Koalicione parazgjedhore nuk kemi, mirë po koalicionet pasgjedhore janë të detyrueshme për shkak të numrave në kuvend. Me kë do të preferoni nëse të dielën në mbrëmje rezultatet ju nxjerrin kryetar të Kaçanikut, cila është partia me cilën ju do të donit të ndërtonit një marrëveshje për bashkëqeverisje? Atë do të vlerësojmë bashkë me ekipin tonë, me kryesinë e lëvizjes, dhe duhet një bashkëbisedim, një shqyrtim i kësaj forme të bashkëpunimit, e pastaj unë do t'jemi hapun me bisedu me gjitha subjektet politike dhe me cilat arrim marrëveshje. Këtë kohë nuk keni takuar dikën nga LDK, AK? Kemi zhvillu takime me elektoratet e tyre, me disa nga figurat e tyre, mirë po nuk është që kemi marrëveshje parazgjedhore. Qartë, me që i përmendëm numrat në kuvend, Partia Demokratike e Kosovës ka marrë 8 vende, 6 lëvizjave të vendosje, 3 LDK-ja, 1 vizioni për zhvillimin, në fakt 3 vizioni për zhvillimin e Kaçanikut dhe 1 aleanca për ardhmërinë e Kosovës. Numrat janë të nevojshëm për të shtyrë përpara projekte dhe votimin e tyre. Kjo sigurisht ka me qenë një prej sfidave në rast se nuk do të ketë një marrëveshje d'akordim për bashkëqeverisje ose një format tjetër të punuarit bashkë. E para sa i përket numrave, Partia Demokratike ka marrë 8 numra, mirë po nuk duhet harru dhe nuk duhet pa e përmend faktin. Realisht askush se ka shumicën, as PDK-ja. E vërtet. Nuk duhet harru faktin dhe nuk duhet harru pa e përmend që Partia Demokratike në Kaçanik ka shfrytzuar kompaninë regionale Pastërtia, ku kryeshefi i kësaj partie ka garu dhe ka bë fushat të egër në Kaçanik, po ashtu ka shfrytzu kompaninë private NTSH Krasniqi, e cila po ashtu mirët me grumbullimin e mbeturinave dhe ka 1/3 e territorit, dhe ata kanë domethënë 2 asambleista janë marrë vetëm prej këtyre 2 kompanive të cilat mirën me grumbullimin e mbeturinave, dhe ju kisha bërë lutje publike që mos t'i keqpërdorin licencat e Ministrisë së Mjedisit, sepse ata janë të thirrur dhe me thonë të specializuar për grumbullimin e mbeturinave e jo për të bërë fushat me kamion të mbeturinave në territorin e komunës Kaçanikut. Po vazhdojmë flasim tash, zoti Roaka, për programin e juaj qeverisës, në rast se do ta drejtoni Kaçanikun pas garës së nëntorit, i përmendet 40 milion euro investime. Cilat janë top prioritetet e juaja si kryetari i ardhshëm, se do të bëri kryetari i ardhshëm? E para prioritet fatkeqësisht është furnizimi me ujë të pijshëm.
për shkak se edhe pas 25 viteve komuna e Kaçanikut përballet me probleme të shumta të furnizimit me ujë të pijshëm. Edhe në tubimin hapës të fushatës së balletazhit, bashkë me kryeministrin e jemi zotuar për fabrikën e përpunimit të ujit të pijes në komunën e Kaçanikut. Do të bëhen investime në rrjet të ujësjellësit. Kaçaniku ka ujë dhe ka ujin me ramje të lirë, për shkak se maleve që i ka. Mirë po, qytetarët nuk kanë ujë dhe ky problem do të zgjidhet gjatë mandatit tonë qeveris. Pastaj në ekonomi e kemi parkun industrial në hyrje dalje të autostradës, ku do të koncentrohen të gjitha bizneset e industrisë, domethënë prodhuese dhe shërbyese, dhe aty do t'ju ofrohet e gjithë infrastruktura si trafo, asfaltimi, domethënë infrastruktura rrugore dhe ujësjellësi, kanalizimi dhe gjitha. Zoti Raka, dalim fillimisht te fabrika e ujit. Kur mund të përfundoj ky projekt, po llogaritni në ndihmën sigurisht në nivelit qendror, sepse me gjas është një projekt shumë i kushtueshëm, ndërkohë nuk është edhe shumë i kushtueshëm. Sa kushton ky projekt? Parafërsisht 2,5 milionë. 2,5 milionë. Dhe kur mendoni me e fillu dhe me realizu? Gjatë mandatit tonë qeveris. I bie për 4 vjet. Për 4 vjet. Besoj që brenda 3 viteve të para mund të përfundohet. Mirë, flasim tash për parkun industrial, një premtim tjetër në fushën e zhvillimeve, investimeve kapitale. Shikoni, gjitha bizneset që i kam zhvillu në komunën e Kaçanikut, që mirën me industri prodhuese, kanë probleme me tensionin e ulët të energjisë elektrike dhe mendoj që parku industrial do të ishte zgjidhja për shkak se edhe trafo, edhe infrastruktura rrugore, edhe kanalizimi e ujësjellësit, gjitha bizneset do të koncentroheshin aty në afërsi të autostradës dhe do të jetë çështja edhe më e lehtë për transport në qytete tjera apo edhe jashtë vendit. Një infrastrukturë të tillë nuk e kanë bizneset në Kaçanik, ka mjaft biznese, por cilat gjatë gjithë kohës përballen sidomos me trafot e rrymës, me energji, domethënë me tension të ulët të rrymës që ju shkakton probleme në prodhim. Po thoni që Kaçaniku ka mjaft biznese, megjithatë të rinjtë e Kaçanikut nuk e shohin si alternativë të jetuarit në Kaçanik. Kërkojnë diçka tjetër, kërkojnë kryeqytetin ose perëndimin. Është e vërtetë për shkak të mungesës së zhvillimit ekonomik në... Çfarë do të bëni ju për të rritur numrin e punësimit dhe për ta bërë Kaçanikun vend që të rinjtë e shohin si alternativë me jetu? Vetë fakti i ndërtimit të parkut industrial, ku do të koncentrohen shumë biznese dhe do të hapen shumë biznese të reja, do të u jep mundësi të rinjeve të ndërtojnë të armën e tyre në Kaçanik. Vetë investimet që i kam premtu në vlerë 40 milion euro do t'i japin një hovë të madh të zhvillimit ekonomik komunës Kaçanikut. Rrugët, infrastruktura, turizmi malor, Kaçaniku i ka malet, muj me thonë, ndër malet më të bukura edhe natyrën më të bukur në Kosovë, mirë po pak janë të shfrytzueshme, pak janë të njohura për shkak të mungesës së infrastrukturës. Fillimisht duhet bëhet infrastruktura e më pastaj të zhvillohen, tu jepet mundësi edhe bizneseve të zhvillohen. Kalojmë dhe të flasim për arsimin. Cilat janë planet e juaja në fushën e arsimit, sa i përket shkollave, rritjes edhe të cilësisë, sepse ne e dim që raportet në nxjerrin jo mirë në pjesën e cilësisë, jo vetëm në Kaçanik, por edhe në komuna të tjera, në nivel vende. Çfarë do të bëni për kopshtet? Sa i përket arsimit, janë 2 shkolla të cilat janë në gjendje të mirueshme, është shkolla fillore Emen Duraku, e cila do të fillon ndërtimin gjatë mandatit tonë qeverisë dhe do të përfundon gjatë mandatit tonë qeverisës. Është në vlerë 6 milion euro, është në proces të nënshkrimit të kontratës nga Ministria e Arsimit. 6 prej këtyre 40 milionëve që i keni premtu? Po. Në proces të nënshkrimit të kontratës
kemi premtuar 3 qerdhe të reja dhe një objekt që do të adaptohet për qerdhe, dhe më thonë gjithsejt 4, në fshatin Begrac. 3 qerdhe të reja dhe një objekt tjetër që është i gatshëm, por duhet me u adaptu. Në fshatin Begrac, Dogonaj dhe Kaçanik i vjetër, janë 3 fshatna të mëdhej që edhe nga regjistrimi i fundit i popullsisë, shihet që ka numër të madh të zonë në fshatin Begrac, janë dikun 136 fëmijë prej moshës 0 deri në 4 vjeç, e kjo do të mundësonte edhe prindve t'i dërgojnë fëmijët, në anën tjetër edhe grave të jenë të lira për treg të punës. Po ashtu, renovimin e 7 shkollave në komunën e Kaçanikut, me fondin e eficiencës dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, laboratore, digitalizim të shkollave, e kështu me radhë. A mjafton për qytetarët e Kaçanikut me u ndërtu edhe 3 kopshte të reja dhe një tjetër që mendoni me adaptu? Shikoni, komuna e Kaçanikut e ka vetëm një qerdhe për 25 vjetë. Një qerdhe i kemi fillu ne si qeveri dhe besoj që do të përfundon shumë shpejt, do të thonë brenda 2-3 muajsh, dhe me këtë qerdhe bën 2 qerdhe. Shikoni komuna tjera, si komunën e Podujevës, komunën e Shtimës, Kamenicës, Gjilanit. Vetëm në komunën e Shtimës, gjatë mandatit qeveres, Dr. Shemal Aliu, kryetari i Shtimës, atje ka ndërtu 5 qerdhe. Në Podujev e keni kryetarin Shpetin Bulliqi, që i ka ndërtu 10 qerdhe. Nëse nuk gaboj të 10-ën është ka ndërton tash, noni ka përfundu. Mirë po, ajo që ka ndodhë gjatë këtyre 4 viteve është një opozitarizëm i kryetarëve të komunave, të cilët ju takojnë subjekteve tjera politike. Unë mendoj që opozitën kryeministrit dhe qeverisë është dashur me ia bë opozita në kuvend e jo kryetarët e komunave nga nivelet lokale. Kur jemi te arsimi, shumë kandidat për kryetar komunash kanë premtuar mësimin gjithditor. A e keni menduar ju këtë si mundësi në rast se bëheni kryetar? E kemi... Ty marë parasysh edhe specifikat e mësimit gjithditor, që jo shumë shkolla plotësojnë kushtet, aq më shumë në pjesët rurale ku shumica e shkollave lënë shumë për të dëshiruar. Shumica e shkollave në komunën e Kaçanikut lënë shumë për të dëshiruar. Pra, fillimisht duhet të bëhen investime e më pastaj të provohet si pilot projekt në 2 shkolla më të vogla për ta parë si po ecën e për të vazhduar më tutje edhe në shkolla më të mëdha. Dua që të flasim për pjesën e zhvillimit të turizmit. Maja Lubotinit, Lumenci Lepenci e Nerudimja kalojnë për Kaçanik, të i dhënë kësaj pjesët Kosovës, kësaj komune karakteristika jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit. A hyn kjo pikë në programin e juaj? Sa i përket turizmit malor edhe kulturor, për shkak se komuna e Kaçanikut është një qytet që daton qysh nga shekulli i 16, kemi kalon e qytetit, kemi kalon e Tophanës, ka shumë objekte të tjera të vjetra historike, mirë po të cilat janë në gjendje të mjerueshme. Duhet një rivitalizim i tyre, e sa i përket turizmit malor, ta zëm Parkun Nacional Sharri, rruga nga, e kemi edhe në program, rrugën nga Shtraza deri në Luboten, e cila aktualisht nuk është e asfaltuar, pra aty duhet vetëm një pëlqim mjedisor nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, dhe jemi zotuar që këtë rrugë do ta përfundojmë, pra rrugën nga Shtraza për stanet e Dubravës i quajmë ne atje, rrugën Kaçanik-Kërbleq, për shkak se edhe në Kërbleq i kemi 2 ujvara, por për të shku të ujvarat e Kërbleqit është dasht me shku fillimisht në Viti, Kabash, e me kalu tani në fshatin Kërbleq, për shkak se rruga ka qenë në gjendje të tmerrshme. Nuk e mund me shku në atë pjesë, nga ana e Kaçanikut. E tash si ministri e kemi fillu dhe
vitin e ardhshëm asfaltohet komplet traseja në gjatësi prej 11,2 km. Mirë, zoti Raka, por nëse ju bëni kryetar, cila do të jetë qasja juaj ndryshe për pjesën e turizmit, edhe thithjen e investimeve, të cilat mund të ndikojnë në zhvillimin edhe më të madh turizmit në këtë pjesë? Unë e thash, pa e përfundu infrastrukturën, nuk mundemi me iftu investitorët, për shkak se investitori i kërkon infrastrukturën rrugore, rrymën, ujësjellsin, kanalizimin. E kur u jepet kjo, ose kur përfundohet, domethënë, infrastruktura rrugore, atëherë janë mundësit për zhvillim. Malet e Kaçanikut janë më të bukura se malet e Jezersit. Mirë, po atje është zhvillu, e kjo nuk e dija ka qenë e qëllimshme nga pushteti në ikje në Kaçanik, pushteti i PDK-s, që malet e Kaçanikut me i lanë këtë gjendje të pa zhvilluara, e në anën tjetër komuna e Ferizajt me malet e Jezersit me u zhvillu më shumë se sa. Nuk e dija e keni vizitu ndë njëherë fshatin Shtraus, është fshat shumë i bukur edhe që mundet ka potencial për zhvillim të turizmit malor, mirë po nuk është i zhvilluar sikur Jezersit azo. Nuk është bërë shumë. Nuk është bërë shumë në komunën e Kaçanikut, jo vetëm në turizm, por në asnjë fushë. I kemi përmend disa herë, më vjen keq që kundër kandidatit sot nuk është, sepse debatet janë për të përballë me ide e me projekte. Mirë po në komunën e Kaçanikut për 25 vjet nuk kemi të zgjidhur asnjë problem. Domethënë asnjë problem nuk është i zgjidhur. Kemi varrezat e dëshmorëve që ende po punohet, pra 25 vjet nuk është përfunduar projekti i varrezave të dëshmorëve. Është problemi i furnizimit me ujë të pijshëm që nuk është zgjidhur. Janë kanalizimet që nuk janë zgjidhur. Kolektorët e ujrave të zeza që i duhen lumit në Erodime, përgjatë lumit në Erodime dhe lumit Lepens. Kemi shkollat në gjendje të mirueshme, mbeturina gjithandej të qytetit. Domethënë ka shumë probleme, mirë po asnjëra prej tyre nuk është e zgjidhur. Shumë punë po përmendi se duhet bërë, zoti Raka, por po e zëm që të hënën ju shkoni në zyre si kryetari i ri. Jo të hënën, po pas një muaji. I Kaçanikut. Për shkak se duhet me prit certifikimin e rezultateve. Ditën kur do të shkoni në zyre, nëse do të shkoni si kryetar, me rezultate që do të dalin të dielen, cila është puna e parë që do ta bëni? Shikoni, unë mendoj që qysh në muajin e parë do t'i nënshkruaj të gjitha memorandumet me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Të gjitha këto projekte të cilat i kam buxhetuar në kuadër të ministrisë, do të nënshkruajnë memorandumet dhe do të fillojmë për herë të parë në historinë e Kaçanikut. Do t'i prokurojmë vetë dhe do t'i kontraktojmë vetë si komunë projekte milionëshe për komunën e Kaçanikut. Do të që muaji i parë do t'jetë i gjithë me memorandume të reja me Ministrit linje. Kur do t'i bëni qytetarët e Kaçanikut me ujë të pijshëm, përfundimisht? Nëse do të bëni kryetar? Përfundimisht brenda mandatit qeverisës. Brenda 4 viteve. Përmendet kanalizimet, përmendet mbeturinat, dy probleme tjera. Po ashtu, dhe kemi parë në debatin që kemi pasur në raundin e parë të zgjedhjeve, kemi fol edhe për kanalizimet që kanë për plot fshatra që kalojnë mbi tokë. Ashtu është. Cili është plani juaj për kanalizimet, sepse shumë flasim për qendrën, ndonjëherë priremi me lënë anash pjesët rurale të shumë komunave. Jo, në asnjë mënyrë nuk do t'i lajmë anash buxheti ndahet për kokë banori. Dhe buxheti do të bëhet me bashkëpjesëmarrje me secilin fshat e me secilin lagje. Do t'i zgjedhim prioritetet e banorëve të lagjeve dhe fshatrave dhe do të fillojmë për shkak se për investime kapitale kemi vetëm 3.200.000 euro në vit. Mirë po me këtë buxhet komunal mendoj që problemet e kanalizimit e disa rrugëve lokale mund t'i zgjidhim. Nuk është buxhet edhe i vogël aq sa e paraqesin pushteti aktual. Ata e quajnë buxheti i mbijetesës. Unë kam pas një përvojë në komunën e Shtimës në qeverisje lokale
Buxhetin komuna e Shtimës e ka edhe më të vogël se komuna e Kaçanikut, po aty është bërë shumë punë, edhe me atë buxhetin e vogël. Kështu që vetëm keq përdorimet me u ndal, mendoj që mundet me u bërë shumë punë. Kanalizimet në përfshatra, padyshim që do t'i zgjidhim të gjitha, ndriçimin, rrugë më të gjera dhe rrugë me 2 shtresa asfalti dhe të gjera. Rrugët aktualisht në fshatrat e Kaçanikut janë rrugë shumë të ngushta, 2,3 që vetëm një vetur mund të kaloj. Ndriçim në shumë lagje e fshatra nuk ka. Unë nuk e di çka kanë bë për 25 vite. Kur i viziton gjitha fshatrat, lagjet, edhe e sheh, edhe vazhdimisht kur i takon qytetarët, banorët në këto lagje e fshatra, gjithë ankesat janë që kemi participu për rrugë me mjete financiare, kemi participu për hartim të projektit, kemi participu për ndriçim, kemi participu për kanalizim, atëherë shtrohet pyetja cila është puna e komunës që e ka bërë. Kur krejt mjetet, qytetarët, domethënë, në të gjitha projektet, qytetarët e komunës Kaçanikut participojnë në këto projekte që nuk është e lehtëshme kjo punë. Për shkak se qytetari paguan taksat, ndërsa taksat duhet t'i kthehen në investim kapital. E jo qytetari të paguaj para cash për hartim të projektit. Për hartim të projektit është kompania e kontraktuar qindra mijëra euro nga komuna. Ajo duhet t'i hartoj projektit. Dhe jo pak organizata që monitorojnë premtimet që realizojnë kryetarët e komunave, dëshmojnë edhe rezultatet që shumë premtime nuk kryhen. Megjithatë, nëse flasim për premtimet e juaja që kapin vlerën e investimeve kapitale në 40 milion euro, është refishi i buxhetit për vitin 2026 Kaçanikut, si do t'ja bëni në rast se do të bëni kryetari Kaçanikut me i siguru 40 milion euro për me ju dalë në fjalë premtimeve tuaja? Këto domethënë vlera të tilla edhe më të mëdha janë investuar në komunën e Shtimës, janë investuar ku kam qenë pjesë e qeverisë lokale për 21 muaj. Janë investuar në komunën e Kamenicës. Gjithë kryetarët, ka kryetar edhe të komunave të tjera që nuk i përkasin subjektit tonë lëvizjes vendosje, por të cilët kanë arritur me thjesht investime. Çka ka ndodhur në veçanti këto 1 vit e gjysmë, 2 vite sa ushtroi detyrën e zëvendës ministrit në kuadër Ministrisë Mjedisit, ka pas një lloj sabotimi nga ana e ekzekutivit komunal në Kaçanik, mungesë bashkëpunimi, asnjëherë nuk kanë gjetë kohën dhe asnjëherë nuk kanë pas as mundin as vullnetin me ardhë edhe me sjell një projekt në ministri me të akuzën ministrin që vjen nga Kaçaniku, edhe me pa format e bashkëpunimit se si munden me i shty projektet përpara për Kaçanik. Kemi pas 2 thirrje në kuadër të Ministrisë Mjedisit, thirrjen për banim të përballueshëm, në të cilën nuk kanë aplikuar, dhe thirrjen për banim social, një program në vlerë 37 milion euro, ku 25 milion euro kanë qenë kredi dhe 12 milion euro janë të ndara nga Ministria e Mjedisit. 27 komuna në gjithë Kosovën kanë apliku, komuna e Kaçanikut nuk ka apliku. Ky program ka pas 3 komponente shumë të mira, të rëndësishme për qytetarët. Pra, ndërtimin e ndërtesave të reja të banimit social, renovimin e ndërtesave të vjetra të banimit social, dhe komponenta e tretë që mendoj që ju kishte shërbyer shumë qytetarëve të komunës Kaçanikut është renovimi apo rindërtimi i shtëpive individuale të familjeve të cënueshme, familjeve skamnore. E mendoj që te kjo komponenta e tretë kishin mujt me përfitu shumë banorë të cilët nuk i kanë kushtet ekonomike shumë të mira në Kaçanik. Pra, renovim të shtëpive apo rindërtim të tërësishëm të shtëpive. Edhe në këtë projekt nuk kanë apliku. Tash, unë i kam dyrt hapun në secilën ministri, jo që i kanë pas ata mbyll, nuk i kanë pas mbyll as ata. Në fund të kësaj interviste, porosia juaj për qytetarët e Kaçanikut që po na ndjekin sot. Porosia ime për qytetarët e Kaçanikut është që të dalin sa më shumë në zgjedhje, t'i bashkohen në rrugtimit ton për ndryshim në Kaçanik, një ndryshim aq shumë i nevojshëm për qytetarët e Kaçanikut. Suksese në ganën tuaj, zoti Raka. Faleminderit që gjetët kohë me qenë sot në PK. Ishte kënaqësi.
Po në këtë debat zgjedhor ka qenë i ftuar edhe kundërkandidati i zotit Roaka nga Lëvizja Vetëvendosje, Sabedin Vishi i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili pak para se të hynim në këtë debat zgjedhor na njoftoi se për shkaqe shëndetësore nuk mund të jetë pjesë e emisionit. Ky ishte debati dhe programi zgjedhor për komunën e Kaçanikut. Faleminderit që na ndoqët. Çdo të mirë.